Po kërfar problemi, bile për në dhime që po shkon. A keni agjeru? Po, valla. Si ka qenë, a keni pas letë? Mirë, ja, letë ma. Me të Ta vërtet, është shumë azgat, shumë keq, që për shembull shkon me bu bajram dikun. Valla, jam shku në desi, në Velipoja, më qenë gjena diçka. Këto ditë e fundit Ramazanit. Mirë shumë. Që shka shku? Kem kalu mirë, po kërfar problemi, bile për në dhime që po shkon. A keni agjeru? Po, valla. Si ka qenë, a keni pas letë? Mirë, ja, letë ma. Nuk ka koha shkurt, të natë mjetë. Që sa vjetë agjeroni? Valla që në 40 vjetë. E mirë, mirë në kalu mirë. Jena tash edhe afer fesës bajramit. Po, bajrami vesh. Qysh keni me prit bajramit? Mirë, me familje që aty. Mirë. Sa ka ndryshu prej viteve të kalume? Bajrami po do me thona. Po, edhe për para ma gjithmonë e jetë. Po edhe tash ashtu. Shkon që ajo tradit që ka qenë për para. A me ndonë që ka vazhdu traditën? Po, që për shemë dhe në i kam 2 nipa. Njën i 13 vjet i ka, që 2 Ramazana i gjenon. Dalë djenë dashmo. Edhe shko shkollë dhe i thërë bile, po i vogël i hala, joja po kom qef. Tjetëri për shemë dhe i ka 18 vjet, edhe ai nuk e prish kurrësh. Janë hinë atëvar sistemi ashtu, e mirë. A një përgadit? Po, përgadit, po, reja, ti, bon baklava, bon të ratë mirë, jo mirë. Kohët ma herët ma shumë kanë dalë njerës. Qysh kanë dalë, ku? Kanë shku të familjar për E bajram. vëllaj, tash një me të vërtet. Tash shumë azgat. Shumë keq, që për shembull shkon me bu bajram dikun. Valla, jam shku në desi, në Velipoja, më qenë gjena diçka. Nuk di, jem ftov diqysh marrëdhëniet ndër njerëzore. Nuk di çka puna. Ose atë çasha politike, çka puna. Nuk di vesh, nuk di. Jem ftov njerëz. Jo, e vazhdoni njëjtë? Jo, da, në shkojnë me vizitu, që shkoj të një, po se mota të më ka vdek, jo të kushërit, i vizitoj qitë mute, qitë shëndëshëm, i vizitoj gjithë, që ato e kom që atë farë traditi, që atë farë. Apo ju jap një pare fmive? Valla, për bajram po me gëdru pak, po edhe që so bajram, aty një nipave gjithë ju e pare. Thëmë që a i keni punë me budget, valla në kënej, thëmë që një evre ty, Që që keni festu ju në kone ju bajramin? Mirë e kena festu e shumë mirë, që të na shonjëm një fshatit, ma gjumë në të vështrej atje. Lushin me arra këtë një here. E bëshin një farë vrime ashtu, edhe për shembull i kanë gjujt aty arrat, për shembull nëse janë hi qift 4, 2, 4, 6 ashtu, i ke marrë të janë hi tek, i ka marrë dhe kundërshtari tjetër. E ka qenë shumë knasi, sot dashoj ditë e përmenin atë festim, që vishin disa prej qyteteve të dajtë, nipa të lashen. Thonë, shumë mirë na kena kaluë, kur që arrëm atë knasi. A ju mungon ajo ku? Valla, mungon që tash nuk ka. Që shkon fshat për shembull, nuk dalin veç me telefona, jo në qytet me dal, jo, nuk di çka bëj, nuk di. Faleminderit. Me nderë qofsh. Faleminderit.